Zotit gjithëve, shumë faleminderit për respektin, për çdo gjë të mirë dhe të bukur. O 0094, po ku je moj vajzë? Apo jetë shumë, se nuk e di qa je. O Luan, Arlo Watkins, ma dërgove atë videon e dytë ma ti? Apo vetëm një? La djali, të fala paqdot, respekte të rujtë të zoti. O Toni Montana, shumë faleminderit ju që bëni follow, si ke qenë mirë si jeti user. Rof zoku i parë të ky, respekte vlla, nese vlla për zotin, mos harro të vish. O Legends, o Dori, Klevisi të kërkon, Klevisi ka falimentuar, o quna. A e dini ju quna, që Klevisi ka falimentuar, apo nuk e dini? Ka falimentuar, bëni qik follow, o Niku. Sheki, përshëndetje. Pse ka falimentuar? A nuk e kuptoni jo? Piramido. Akoma s'keni marrë vesh. Mirë, faleminderit si jeti. Ik mor budalla, thot ky. Ik mor budalla. Ik. Largohu. Tutje se na prishe Terezin. Tutje shejtan. Me qëllë që të një se dhja dhe. Te Marina Bejtët, nuk e dhja. Më duke se ma fute, profe. Pas mërzitet vlaj me ty, ti e më i miri TikToku, dhe ty do mërzite mu. Ju thash edhe këtyre, arsyeja pse i ku thash, më beson tha se e di që më do fort thash, edhe kjo është arsyeja që pse direkt iku, nuk e diskutoj. Jo, më vdeshin gjithë, e dhja, unë nuk mërzite me ty unë, për zotin, unë do dua të live i jodri natë për natë. Qa ke bërë, si ke qenë? E shumë djallë pozitive dhe ti dha. Mirë shushu zetit mirë. Kota dërgova, thash ja dërgoj një profe, se rinat për natë. Shumë mirë ke bërë, vla, si ke qëndi, si ke pas. Mirë për zoti, mirë të i nga vlora, vafe madhe, shasi. Ka bëhet anë nga vlora? Mirë ola, aman, gjiro, dil në Lugomare, i ka ndej, ajde këtej. A ka filluar plazhi mirë andej, kanë ardhur njerëz? Po dobut është vlora, me thënë vërtetën në shumë dobut. Nuk është si vitet e tjera, Jo, s'ka lëvizje fare, ja vete ora 10-11 s'ka njëri fare. E thua? Për zotin. Qa ke bërti, si ke qenë? Mirë, për zotin mirë. Ma Po tha Klevisin e shikon atë Lugomares? Po shikoj e takoj Klevizin në vla, gjithmonë në vlori. Që thua? Ure si është ky Klevisin afro, ba, se thonë gjithë është bën si porde madhe, si kështu, si... Të më vdes plaka, unë kam i unë me Klevisin, kam uthuar zëmën e që ka Klevisi se ka si njeri, ba, le qa bet TikTok. O miro në regull, tani që ka zëmrën e mirë e dimne. U tani u vla. U tani, mos është gjë me fiksime aji. Se di për zoti, ma më respektone, një familjarisht, djali mirë. Ja ka i korruptuar, vetë. Mos të ka korruptuar gjë Klevisi për kokë time. Jo, are, për zotin, qa korruptimi, ta ves një dhuna. Korruptim shikot që ja live-in profesorit sot edhe fol pak mirë për mua të kam vlla. Për shembull, edhe ma Libi, Klevisi ka pir kafe me ty sot, edhe të ka them, ore profesori për ty ka respekt, po të i thosh një fjalë të mirë ti për mua, profesori mund të ndryshoj mendim. Jo, të më vdesin gjithë, unë të doa me pasërtitime, s'ka lidhje fare Klevisi. Mali, ore, drejtë rastësisht, ti më të qonë live-in, dhe unë bje direkt, se ti thua, unë vi vërdalën për Lungomare. Unë bje direkt me kemët e mija dhe them po Klevisin, dhe ti tak fillon e flet mirë për Klevisin. Jo, për zotin, e kam, është djali mirë, t'i gjoh lajnë. Nuk e di qa shikon ti, apo qa thonë ta live, ti e një më mirë edhe na mua besoj, po ajtë. Po është djali. Po krebit në zdiu të re. Po miro, edhe unë kam lozur kumar, qaj edhe unë kam los gara me qënë. Ke vijë ti ku los e gara me qënë? Unë isha i fiksuar të treshi. O, am qënë 2-4-4-2. Treshi, keq fare, treshi, 6-ta. 2-4-4-2, po kur e kap të erë 3, që i dilde a i koeficient i madhë. Me bo. Po, e kam kapur një me koeficient 106, e nuk e harroj sa t'jem. Edhe thash u bera i pasur, se si mu duke, ke parasysh me 500 lek numri. Është e vërtet. Ere të quna, 300 e pas të ishtë të më të.
Qa ke për mua, valla? Mirë, për zotin mirë. Ori, thoni çik lëvizit në të kërkoj profesorja. Do t'i them unë Vinci është djali i mirë, Ha? është djali i mirë, dëgjoj vllajin. Po miro një sekondë, Franco. Bëj mua bet. Ore, djali i mirë edhe ti. Djali i mirë jam dhe unë. Po tani o vlla, djali i mirë ai mund të jetë. Po, o është Rëmuja Xhi, o është i miri botës i keq i vetes, o është me fiksime, o diçka ka vlla. Po të gjithë e kemi na 1 metër, valla, aman. Po e problemi e se ai mund të ketë 10. Te një, dakord, mos kam shumë dhe mund. Jo, s'ka, jo. Po ti tani që thua njemi familjarisht jeton afër me Klevisin. Po qa 2 minuta kam Klevisin që këtej. Pra ndaj rrit e live im ti se si do që ti jetë puna, po doli te muri ai ti do jesh që do jesh zgjuar për ti. Të më vdesi gjitho, jo, për zotin e ma thonë të ndjeko profesor. Dale, ore, tani do mblesh të nga smoja, po i ka fare. Jepi, qa duhe. Tani, po vlla, kur bën Klevisi dënimin te muri, a dëgjohet që nga shtëpia jote? Unë jam si ta them unë, unë jam të rreth i qoles a i qik më poshtë, kështu që s'djohet. Nuk dëgjohet. Jo, s'djohet. Po miro, kur e bërja të dënimin ai... A të binë në 3 të natës dëgjohet vërtet se ishte natë, ishte qetësi. Është i madh, është i mirë Klevisi, për zotin, është djali i mirë. Është djali i mirë, e? Për mua është djali i mirë. Ore për ty, se s'po them për mua, unë e di ç'a është ajo. Po. E kupton, unë e di që ai për mendimin tim nuk menaxhon dot as famën që ka, as TikTokun, as situatat, as lekun, as gjëra të tjera që unë si më pëlqen ti mua vlla. Se ti flet saktë dhe flet shumë bukur edhe je njeri që thua të drejtën e të ndihmon gjithmonë. Nuk është nevojë se njerëzit gjithë allergji janë ova që futen këtu në TikTok. Edhe unë allergji jam dhe tjetri allergji se edhe unë s'kam miliona ato vlla. Me thënë vërtetën, ja futur këtu TikTok bëjna një humor, sa më thonë ke bërë shumë lek, sa më thonë ke bërë aq lek. Qa lek është kam bërë unë vlla, unë futem. Them vërtetën kam anë lek, kam anë 200-300.000 lek, e ti s'të flet gjithmonë. Ta kam fjalën që s'të flet për keq, të flet për mirë. Kështu që duhet të dëgjosh valla, jo mendimi im, nuk e di se çfarë thonë njerëzit apo se çfarë bëhet. Po valla, di ç'a është për ty për shembull të bësh reklama se ti bën video ke shikueshmëri. Po. E kupton, kam parë me gjithë ato djalin tjetër, atë nuk kam pasur kur komunikim, me ty kam pasur vetëm këtu. Po, kemi fol po ashtu. Ashtu. Edhe është, valla, të bësh një reklam, të marrësh 200.000 lek, boll ktheje kokën te njëri që po punon në ndërtim. Edhe kaq. Edhe ik prisha 200 që ti, ha, fruta deti po deshe. Po, puna I është fruta me fruto ti po deshe. Po, the njërë kokën, nga po vjen, na çfarë familje, na çfarë shtëpie, na çfarë kushtesh. The kokën njërë na shtëpia. The kokën ai që po i bje kazmës atje, apo mistris, apo lopatës të betoni, pasandaj, atë 200 që more, ore prishe, jepja dhe në kurve, nuk ka që. Ama, shikojen qik situatën gjithën, shikojet gjithë panoramën, jo, se ne nuk jemi kuajtë dhe në ato këtu edhe vetëm drejtë. Ja, vërtet është po. E kupton, kështu që duhet jesh krenar që bën një reklam. Po normale Merë 200-300.000 lekë, vlla, dhe në ato 200-300, 50 i merë për veten tënde, 50 i heq me njanë, 100 i prishte familja. Po, shumë e vërtet, për zotin. E kupton, do t'ja bësh edhe qefin vetes, do t'ja bësh qefin edhe buxhetit që ti do krijosh për të ardhmen, edhe 100.000 lekë vlla të del detyrë morale që nena, babai, motra, vllai, njerëzit që ke. Ama nëse ti merr 200.000 lekë në reklam dhe të 200 ai prish për qefin dhe personal, ti askushi. Po normale, po ndihmove familjen që do ndihmosh valla, se është turp tani, si jemi të vegjël. Dhe unë prandaj flas. Por duhet që njeriu të menaxhojë situatën ku është dhe jo të fluturoj në na fshati im, i them një lloj si populli shqiptar, mos të fluturoj me presh mbyth. Kështu që po është e vërtet. Po ndihmove dhe shpinova s'ke ç'a bën. Po ti je shumë djalë pozitiv. Unë kam parë edhe videot edhe gjërat edhe këto të gjitha aty të kam. Unë zero e kam istrofe, po vdesh i gjithë kohët jam futur, dhe unë s'them jam kështu apo jam ashtu.
I thjesht jam, nuk jam as e vras për lart, as e vras për poshtë. Kysh jam, edhe mua më shajnë bëjnë tani, që do bëjmë valla, gjithë shu jam... Unë të sugjeroj që rrjetet sociale, po t'i bësh vlla dhe të vazhdosh dhe mos ta ndërpresësh, janë shumë të mira. Po, është e vërtetë. Të krijojnë një jetë vërtet të mirë, të krijojnë të ardhura tamam dhe jepi drejtim vazhdo. Videot që bën ti, mua më kanë dalë në TikTok, mi kanë dërguar njerëzit për qyfyrit, për dallata, mënyra se si i bëni që të kenë atë shikueshmërinë që kanë. Jepi drejtim vlla. Vazhdo. Kështu thjesht i kemi bërë pa mendime pa gjëra. Direkt. Vlla, ajo është diçka që ti e ke dhe të vjen natyrshëm dhe mos e lër, sepse është diçka që ore në kohën e sotme, si thon fjalës shitet, është produkt që shitet. Njerëzit e blejnë si produkt. Kështu që përderisa e blejnë si produkt vlla dhe ti e prodhon natyrshëm, atëherë duhet ta vazhdosh. Duhet ta vazhdosh. Po e tani jam çike se më ka ideali, është në Itali dhe po mundohem vetëm, po edhe vetëm çfarë do bëj. Sërse kam një ideal. Nese, kur je dy veta dhe ai ishte i lezetshëm, ishte i këndshëm edhe ai. Normale se lidhesh me njëri tjetrin, bëhesh Po. bashkëpunon mirë, edhe ai është djalë i mirë pozitiv, është shumë bobe. Unë i dua gjithë o profesor, po ti je djalë vërtet i mirë, da theme, unë s'kam as interes të ty, do më vdes si gjithë. Fare zero. Po që jetë djalë i mirë. Asnjë lloj interesi. Rofsh, shumë faleminderit për respektin edhe për fjalët e mira. Unë shikoj gjithmonë që më vjen në komente dhe e shikoj si shenjë shumë pozitive dhe vlerësuese te të gjithë njerëzit që më vinë shpesh, Franco. Ofodi, te të gjithë Erlo, te të gjithë ata që mua më vinë shpesh, mua më vjen ndonjëherë si këshuri kur mikën ndonjëri që unë se përshëndes, them mos, duhet ta kisha përshëndetur, sepse më duket sikur e nënvlerësoj ose nënçmoj dikë që më përshëndet aty dhe unë nuk e përshëndes. E kupton? Valla, unë nuk i shikoj kurr, apo më vjen ti më shikon live-in, po unë jemi vlerësuar i respektuar, nuk të shikoj unë Luan çuna. Nuk i shikoj vlla. Unë jam njeri i thjeshtë. Je shumë i thjeshtë, unë prandaj se thonë dhe në asa që i bëjnë qef i një lypsare, kështu unë i kam komentuar 1000 herë, valla, se shkoj komentuar. Unë jam i thjeshtë, a nuk di unë të rregullohem e të zbukurohem, unë edhe bluzën e mbaj të njëjtë, që le të thonë njerëzit një bluzë ka, nuk më intereson. Valla, ti flet fjalë. E kupton, edhe rri thjesht në live, vlla, kam zgjedhur thjeshtësinë, nuk kam zgjedhur unë të dukem apo të hiqem apo të shfaqem. Ça të shfaq, ça të hiqem, ça të të tërë, kur s'kemi qa ham, për shpejt ham buk me djathë me domate. Edhe ikim në punë. Tani qa, të tregojmë kot filma. Unë atyri vlla jot, tërë natën dhe life jot rrit, stakohem, shtërirë, qa të bëj, se s'më zë dhe gjumi, se shumë vakë këtu në lorë, vlla. Se us para mere me life e shumë, s'jam futur më këto kose, kam qenë jo ande, jo këtej, kam pasur në asahale dhe s'jam ashtë në para, lozja life. Po që të life jot. Më para ke ndetur live, të kam parë që ke ndetur. Po lozja goxha, lozja, bëja dhe lojra me dënimi, o profe, po këtu dhe të shajnë, vlla, unë s'dua të shajnë ashtu të bëja. Pritash. Hym te pjesa e të sharit, vlla. Ideja është, po të shava unë, e para do thuash, ore, po pse më shahu profesori? Qofse shembull e peshon që profesori ka logjik. Po të shahu një njeri i të mund me ndorë, o vlla, po për qa duhet ta mendosh pse të më shahu? Më shanë ti, se mund dalore, se kam gabuar unë që po më shanë ky, se diçka e kam berë. Po të më shaj dikush vlla, që nuk, për shembull të shanë dikush që nuk të nje. Të shanë dikush që se ka idenë se çfarë bën ti. Të shanë dikush kot pa lidhje, se dore, është ai argëtohet duke sharë njerëz dhe duke u sharë mbrapsht. Po s'ke ore fare pse merresh me ta. Është një lloj vlla si je duke ecur në rrugë aty në lungomare, larg qoftë inshallah të kenë gjithë njerëzit me në kokë, o Mikaela mi mbrëma xhata. Dhe është njëri vlla me ta mendore. Të shan. Po, Miromir do ti. Po ti Miromir do ti thosh. Po. Po çfarë do ti thosh? Sa me na njëri vlla të pret beso vlla profesor, është del edhe na njëri që ti e respekton dhe bën të pret ai se ashtu është lloj tipi e kupton vllai. Jo një sekond vlla, në momentin që të shan dikush që ti mendon që të preu në besë, nuk të ka prerë në besë vlla. Ai thjesht ka prit, nuk ka duruar dot që të nxirrte fytyrën e vërtetë. Ai gjithmonë të ka urryer, gjithmonë ka pasur inat, gjithmonë nuk të ka dashur, thjesht erdhi momenti që ai u shfaq dhe
Kur një shok vëlla të bën një gjë të keqe, ose që ne e quajmë na preu në bes, duhet i japësh dorën dhe t'i thosh faleminderit. E po të tha pse faleminderit thonë që si e shoku im nesër, se s'ke qenë ndonjëherë shoku im. Ke qenë gjithkohës për të ma futur. Faleminderit që më thej një ditë më para që e nxore kokën. Dhe normalisht ne të gjithë kemi ato situatat jo të mira. Por është 100 herë më mirë vëlla që një orë më para. Me fjalë, kjo është ajo, se ka këtu jeta i ka të gjitha. Diçka për të gjithë këtu ça bet në TikTok. Se unë po them jam i famshëm apo jam i famshëm, unë të falenderoj që ti më futë live që të dërgova live. Po rozmra. Brama, se falem. Brama zoti Qela, Franko asapo bëmeme. Po nga të rove këtu Franko, një germ të Jo, bëjtë. Klevisin e kam vllaun, zgatrojmë unë fjalë mira thash për Klevisin. Ore Klevis, ky tha e njoh, unë Klevisin tha. Po e kam në Vlorë si se jam. Po vlonjat një më shoka.